2025 po mbyllet. Çfarë mësove në këtë vit? Dhe çfarë do bësh që ta bësh 2026-ën më të madhe? Këto janë 3 ide për të cilën do të ndihmojnë që ta bësh 2026-ën me më shumë energji. E para, reflekto mbi sukseset dhe gabimet e vitit 2025. Çfarë shkoi mirë dhe cilat janë ato hapa që do të bëjnë ty që ta bësh vitin 2026 akoma dhe më mirë. E dyta, vendos qëllime konkrete për vitin 2026. Shkruaj ato, ndaje ato dhe në detyrat më të vogla dhe fillo dhe vepro për të arritur ato objektiva. Dhe e treta, përgatitu që tani. Organizohu, krijo një rutinë. Fillo dhe vepro çdo ditë për ta bërë 2026-ën akoma dhe më të mirë. Mbyllë 2025-ën me mirënjohje dhe fillo 2026-ën me energji të reja, sepse 2026-a do të jetë viti yt.